Tirana ka mirëpritur këtë të premte festivalin ndërkombëtar të arkitekturës Bread and Heart Festival. Në këtë ngjarje janë të pranishëm mbi 150 arkitektë të mirënjohur ndërkombëtar nga Europa, Azia, Amerika Veriore e Jugore. I pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama. Today happens to be Bayram. Ndodh që sot është Bajrami, A sacred day, një ditë e national shenjtë, holiday, është fest kombëtare welcomed by all Albanians regardless of faith. pritet nga të gjithë shqiptarët pavarësisht That belongs besimit to të tyre. Muslims, Është një ditë rrënjosur në një histori që u përket muslimanëve, të krishterëve, hebrejve, perhaps most of all, e ndoshta to the shared spiritual përmbi memory of të humanity. gjitha kujtesës së përbashkët shpirtërore të njerëzimit, një histori Through time, që rukton në kohë, belief and geography, në përbesime and e gjeografi, uncanny relevance e mbrin me një rëndësi të patjetërsueshme, vlerë të patjetërsueshme në zemër të asaj ku jemi sot. Ibrahimi, Abrahami, in the Islamic tradition. I vjen një vizion në traditën islame. Ky vizion vazhdon, përsëritet për disa net. Dhe aty, në këtë besim, kur një ëndër përsëritet, rresht se qeni një ndim, por shndrohet në një udhëzim, në një mesazh, në një urdhër. Në një urdhër hynor, sepse gjithë e dim, Shqipëria nuk është një vend që tërheq arkitektët më vizionar të botës me para apo me shkëlqime. I tërheq me një gjë shumë më të vështirë për të përkufizuar, por të pamundur për të falsifikuar. Në zemrën pulsuese të Tiranës, në një Shqipëri që sot prodhon më shumë arkitekturë se sa e gjithë Europa bashkë, ndërkohë që në gjithë hapat përfundimtar që ende e ndajnë nga Olimpi Europian. Sot këtu nisim së bashku një aventurë të re për të krijuar një hapësirë në formë shpirtërore, e jo një hapësirë ku duhet ndërtuar arkitektura, por duhet dëgjuar arkitektët. Këtë festival të arkitektëve e cilësoi një bajram shpirti, sipas tij kjo fushë ka prekur majat në vendin ton edhe në raport me kontinentin. Është një bajram i shpirtit, një akt i hedhjes së hapave përpara, jo për të dominuar tokën, po për ta dëgjuar, jo për të imponuar, po për të përfituar së bashku, jo për të sakrifikuar një vizion për një tjetër, po për t'i lënë egot tona, që diçka e përbashkët, diçka më e madhe të lindë në vend të tyre. Kreu i qeverisë emrin e festivalit e përshkroi Bukë e zemër. Jemi këtu për të vënë një bazë shumë të fortë për arkitekturën, si një katalizator në një shoqëri ku duhet rinegociuar marrëdhënia, qoftë shpirtërore ashtu dhe territoriale, duke mësuar nga e shkuara, duke u përballur me të ardhmen. Në fakt kemi gjetur një emër për hapësirën që kemi nisur të krijojmë. Festivali Bukë e zemër. Gjetëm edhe një moto. Sillni pak krip, ju lutem. Shpreha Bukë e krip e zemër është trinia e mikpritjes së shenjtë shqiptare, që ka mbajtur frymën tradicionale të kësaj toke dhe kodin ton të nderit, që na kërkon të mirëpresim miq, ustarët e të huaj duke ndarë gjithçka kemi, por jo më pak se bukë për stomakun, krip për shije, e çka ka më rëndësi, zemrën për sigurinë e tyre. E konsideruar si një ngjarje e re europiane, ky festival bëri bashkë arkitektët që punojnë në Shqipëri së bashku me partnerët e tyre lokal dhe të ftuarit e tyre që vinë nga rrugë të ndryshme të jetës, ku ndavën eksperiencat e tyre, diskutuan sfidat e zhvillimit urban e social të ditëve të sotme, si dhe kontributet për formulimin e politikave dhe masave në funksion të transformimit të vendit ton si e Europa e Ballkanit.